Rritet bonusi fundvitit 10 deri 15.000 lek shpërblim në varësi të masës së pensionit. Bonusi i fundvitit që të moshuarit dhe kategoritë e tjera përfituese do të marrin do të jetë më tepër se 5.000 lek. Me qeverinë që trefishoi fondin për shpërblimin e fundvitit, pritet që përdoret e njëjta formulë si në 2024 për shpërndarjen e tij. Kështu, nga 15.000 lek shpërblim do të përfitojnë mbi 515 individ që marrin pension deri në 20.000 lek. Pjesa tjetër që marrin mbi 20.000 lek do të përfitojnë 10.000 lek shtesë. Shpërblimi i fundvitit për pensionistët, i cili në vimësi ka shënuar si rritje të frekuencës si dhe një trend rritës të masës së përfitimit, ka gjithmonë në fokus përmirësimin e nivelit plotësimit nevojave të kategorisë vulnerabël të pensionistëve, duke krijuar një siguri në pritshmërinë e kësaj shtrese prej rreth 756.000 pensionistës, krahas një besimi të shtuar të tyre për një qasje të vëmendshme dhe suportuese nga ana e qeverisë. Ndërkohë, brenda vitit 2029, pensioni minimal pritet të dyfishohet nga rreth 10.000 lek aktualisht pagesa mujore për të moshuarit dhe kategoritë e tjera përfituese të pensioneve do të jetë së paku 20.000 lek. Qeveria synon gjithashtu që në 4 vitet e ardhshme të dyfishoj edhe pensionin mesatar. Nga rreth 200 euro aktualisht, ai pritet të bëhet 400 euro.